shkonte nga pas pemës. Ku e byll sir? O do të shkardhej motrën dy pot kape. Unë ty do të fus kajë mgoj, o Europë. E se ka colën tate, morçun kurve. Ujku nxitoi për tek shtëpia e mamadhis. Më pas, ai e hoqi maskimin e tij. Ti e gongserë je shajtë edhe dhe shokun time? Kecat e vegjël shikuan njëri tjetrin, por nuk e hapën derën. Vi për më kamër të shifsha motrën. Kur fëmijët dëgjuan zërin e trash, atyre ju kujtua paralajmërimi nënës së tyre. Ne e dim se kush je ti. Ti prandaj largohu. Nuk do të hapim kurrë derën. Fëmijët, edhe pse të tmerruar, refuzuan të hapnin derën dhe ta fusin atë brenda. Ujkut më pas i erdhi një ide dhe trokiti në derë. Ta qifsha motrë. Do të qifsha rop të shpiz, edhe karrikën e siva. Kecat e vegjël shikuan njëri tjetrin, por ata nuk e hapën derën. Nxitoni pra, fëmi, hapini derën. Kësaj radhe, fëmijët ishin në dyshim. Zëri dukej shumë si nënës së tyre, dhe ata ishin gati për të hapur derën. Kur njëri nga kecat pa diçka shumë të çuditshme poshtë derës. Prit. Ti nuk je nëna jon.